Territori shqiptar për datën 30 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave si dhe rreshje të dobta në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona qendrore dhe jugore do të ketë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të paqëndrueshëm dhe rreshje të dobta në zona të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 8 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 5 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 12 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 9 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 15 gradë Celsius, Elbasan 8 deri në 14 gradë Celsius, Berat 8 deri në 15 gradë Celsius, Korç 1 deri në 10 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 15 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë 8 deri në 16 gradë Celsius.